e ka pas nunin e shupër metalike. Pra ku më ka godit ai për mrapa. As servis besoj që kur kanë punë me vojzë, kanë godit në sy vojzë. Po nuk ka shosh as fajda as skurgjë. Djemë të migjes të ty në cili e si ka dalë më ka nëllë dhe më ka kërsnu. Po normal që ndina i rrezikume dhe kërcim. Realisht nuk kam problem me kërkën, po ata po dojmë pas problem me mu dhe me ma morë prunën. Është me djemë të ti, është njënë për ty në ai cili ka qenë para burgim, tash është arre Shtepjak me sa ka me informata. Është djemë të migjes të ty në cili e si ka dalë më ka nëllë dhe më ka kërsnu. Edhe dojët që i morin ato njerëz tjerë që shkujnë në prunë ato në prunën temë, rrinë ato. Dë njerëz shamull ka pej gjakuve, pej peje që vinë ato. Edhe dojët që si të vështres që të varë që e vdhen kështë e jem dikushe. Në kom të dërgu vojzën kështë. Edhe fillimisht ta më një nëllë para kufshit ato. Horizont. U nëllë një kalimtar që i ka pru fëmine vetë ato, veç këna bisedu një 10 sekunda. Këna kry bisedin, jem këthim mrapa kështu me ordë në tjetërën pjesë të kire të ka unë e djathë me nëzirë vojzën pe i kire. Ta më në momentin kër kom dosh me hapë derën. Më kanë ardhë në fillimisht të si kom po 2 personat maskume edhe me maska edhe me kësi helmetat më tura. Më ka godit, po me të po në parën herë nuk ka mujtë ma u vedijen kështë me mërdzunë. Më ka dollë njënë për pare, e mënu me kopë, e ka pas njënë një shupër metalike. Edhe praku më ka godit ai për mrapa. Edhe këtë anaj për para më ka godit këtë pjesën këtë, që atëherë më ka hubë vedija. E kom një ato që kanë thonë njerëzit, o moni se është njëri me vojzën e ti. Ata kanë fillu prapë masi që më rëzu, edhe prapë që është ja ka njësë. Dhe më unë kanë fillu me më godit, po, që tha pjesë të trupit. Po, vojza krejt ka një edhe e ka po, se zakonisht në kom dosht me nëzirë pe i kire dhe aje i rrenë edhe në kom kër du me nëzirë aty edhe aje krejt e ka po. Që shterdhen ata? Do të ke jashtë veturës e nuk e ditë? Ja, s'kem ditë. Ata ishin kom me siguri që sot ditë të më përzidh, po ato ka edhe njerëz dëshmitar që i këshin po ata pej me në gjesit, edhe më kanë ru momentin se nuk kom këshyra, vëdhe se jam më ru. Ati mos përmjet dikosh i kom këshyrë terenin kër jem shku, pa ta ishin kom më sheft atje. Edhe tanaj, kër jem shtilën e mra, pa ta shpejt kam fillu jenor, edhe tanaj më kanë godit. Që s'kom pas për shpomje, po këtan, që me ditja apo më vjen as po më vjen. Serb nga kanë bërë gjithë shka, po nashta serbi kër t'ka po me vojzë, diqyshë mënu me te i kalu ata. Se lufta është tjetër sam, po e kom fjollin për para lufte. As serbës besoj që kur t'kam punë me vojzë, t'kam godit nërë sy vojzë. Edhe vojzë e më konë ato, edhe plët fëmi ka pas tjerë të vogët që jenë 3 ditë, ka i shtina të në kështë këra kam po, bile vojzë nuk është mirë peja ditë që qohet natën, konë, vërtet, edhe po mënu më parat me qunë kështë, nuk është mirë, gjendën nuk e ka heshtë mirë. Që të në ditën e parë djetë dhe më honë ka qajtë. Se më ka po krejt gjoku ka më rrjedhe krejte. Persona që më kanë sëlmu, unë thuje se 90% një ata. Edhe që kanë qenë me moska, se na gjdo njënë të etërën vështëre, pa marë parasysh shavesh ose po s'ka lidhe ku që më ka sëlmu, po për ku ju më ka orë sulmi. Apo kuptan edhe në qofë se është të tërkësh për vjen lafe. Po është prej familjes Gërbeshe, prej me djemë të tinaj. Dhe du me sharu për opinionin se asë nuk më kanë dhonë, asë nuk më marë, edhe qa bojnë ata, punë të ty në mu shumë interesant të ke fundit, apo kuptan. Po nuk është shoshja, asë fajda, asë kërgjë. Apo nëna e më që apo në është problemi tinaj. Po këtë është shoshja për një prunë që e kom lejën, në vitin 2022. Në qytetin e Vështërës, qandër Vështërës, unë e kom lejën në vitin 2022. Atë prunë e ka pas të tërkosh, e ka pas në Shfridzën. Unë e kom le atë prunë, këna bo pazar në vitin 2022. Këta kur e kanë marrë vesh që unë jem hi e kom bo pazar, ta e në hi e kanë kishe e këna në zonë ato e kanë shkru e blej me GG. Unë e kom pas marrëveshje
ish pronare deri në fund vitit 2024 më barazu me të domethënë me i kry pagesat dhe tani më ma qit mi vete. Ti ke shkruar gjithçka. Po, krejt me dokumenta, ai kam edhe letrat e kredive me krejt. Për mi 850 mijë i kam kredia. Edhe krejt, domethënë llosni që i kam që 30 vite në perëndim, që krejt kapitalin që kanë investuar në Kosovë. Edhe një prunë tjetër atë e kam bli në gjitën me ta, edhe atë që shtojnë me marrëveshje ta ka këtë pagu, deri stash, kur mos gabofra me 23-ën ose me 24-ën mujt kalum, e kam bë kontrollën, më shku me zbatun katastër, para dite kam kalu asajde, kam edhe ngjizime me ta dokumentu, ka kalojnë asajde, ish pronor deshin me po. Edhe nuk ka pas shkru me kërgjë. Mas dite kur jem këthyone, jem konë mas dhe punë dhe ka marrë vojzën për i kupshti, ata e këshin shkru e ble me GG. Ku e kanë shkruar? Në shpi, në qatë shpi, në qatë prunën që kom ble. Ti vetë se i kishe dokumente? Po, gjdo sen. Ja, normal, se gjdo sen e të bëjnë me dokumenta, s'ka sët, po që una veç po më teke dikuj për shkru e bleme, ti du me blej për i pronare. Edhe ata kanë qyrë një farforme me uzurpuqe? Po, normal. Edhe tani nga kanë, fillimisht të më ka thirë njëni për i tyne. Ka honë qështë e qëteke, thirë këmë honë, nuk ka problemi ju t'i kanë e thirë, se në këte e këmë blej mati. Më ka kërsnu për mes telefone, e këmë lajmëru rastin polici, 3 herë këmë lajmëru rastin polici, edhe djali miq tyne që më ka dalë nuk dhe më ka nalë, po më ka kërsnu me vrasje. E më shku këmë lajmëru në polici, sanë, 3 herë këmë lajmëru sanë dhe më organet e sigurisë nuk kanë ndërmarë. Edhe ju këmë bo lutje për më ofru mbrojtje, as ka ndosht me një, edhe deri më dodhe në ditën kritike sulme. Se nësë këmë posë dhe më unë problem me kërkan, se edhe kur na kanë qëmë njerës këtë shambull për të ukën e këmë kalzu në këmë lejë pej pranore, te din që në këmë lejë para se me hiti atë, edhe në fundit aje ju tja nuk është, po nuk është këta rastin që kanë me mu, po kujt shambull, kujt prunë që shitet dikun këta kanë me shku me ndërhyje. Njëtin punë shambull e këmë posë në vitin 2022 me ta, e këmë bo me tokë pazar, në magistrale. Këta e nërë më kanë thirë mu fillimisht telefon, ta ne vlonë. Jo, ne e këna posë shqytë, ne i këna qitë sërtë pe atuhet, e kanë kërcnu avokatën, edhe pse këmë onë në këpare, e kanë kërcnu avokatën edhe javë ka përkthy atyne. A ndihni të friksumë ose të rrezikum tash? Po, normal që ndihna i rrezikume dhe friksume. Se kur ma ka bon sytë vojzës dhe me ona pe ati pritet gjithçka.